Dhe që kryetari kuvendit është hap i domosdoshëm për zgjedhjen e nyjës, e cila e qeli orën kushtetuese për me u zgjedh kryeministri ose mos me u zgjedh, dhe ju jeni të bindur që zoti Kurti nuk i ka 61 vota, siç po na demonstron që nuk i ka, pse po hezitoni, pse po e bëni më të rëndësishme votën për Albulina Haxhiun se dështimin e Albin Kurtit? Ju keni votu, ju keni marrë vota, ty na thonë që Albin Kurti është problemi kryesor i këtij vendi dhe ato do të mërzu. Dhe ju e keni në dorë rrëzimin e Albin Kurtit, sepse ai në 20 ditë e ardhshme, nëse nuk i ka votat, nuk bëhet kryeministër dhe bjen, po ju po ndaleni te kandidati për kryetar kuvendi. A mundi mi shpjegu publikut pse jeni kaq kokfort në çet pikë? Me që s'keni qenë kokfort te betimi, a mundemi me thonë, ka dalë racionalisht të mendojmë. Albin Kurti nuk i ka 61. Nuk i ka. Po e dim, krejt po e shumë. Ju po e dini, ju as ju si keni. Edhe tregova që nuk i kemi. Çka është në rregullo, po pajto me ju. Ju keni dhënë zgjidhje. propozimin? A muj me provu Albin Kurti që si ka 61 për Po thot ju, s'kena nevojë. Me shembull s'kena nevojë që ka mërzu. Le ta vazhdojmë. Po thot s'ka nevojë, sepse nuk i ka as Albini as na. Po, pikërisht. Po kjo është nuk kena nevojë as me provu. Albini po pretendon që i ka. Ai po thotë unë i kam. Jo, nuk i ka, se me i pas, do të thonë që ata 61 vota, jo nuk i ka. Nuk i ka 5 vota ju vjen. E para është nuk i ka, do të thonë neve na duhet. Me i pas e votën kryekuvendorin. Zoti Hoxha, e para është nuk kemi lëshu pe, prap unë insistoj në atë që nuk kemi lëshu pe, po të regoj që në momentin kur ne kemi bo betimin, kemi dalë dhe kemi thonë, në qoftë se këta ministra, do më thonë këta deputet, të cilët sot e kanë thonë betimin për deputet, kthehen në zyrë, i shfrytëzojnë zyrat, i shfrytëzojnë veturat, marrin vendime, emrojnë e tjera, ne kemi me bo kallëzime penale, dhe nuk janë ato kallëzime penale që me shku një qytetarë dhe me bo kallëzim penal. Në kallëzimet tona penale është punu 14 ditë, kanë punu një grupi juristave, kemi nxjerrë vendimet dhe i kemi dokumentu që ata kanë bo penale, ju një për vendimet, ju një deputet, ju nuk jeni qytetari thjesht mund të bëj kallëzim penal. Unë e Ymeri, Visari, muj me bo kallëzim penal, a ke bo kallëzim penal? Një firmë të avokaturës me bo kallëzim penal. Ju jeni për me marrë vendim. Dhe vendimi juj është përkthy. Nëse ju keni qenë të bindur që ministrat nuk do të kthehen në zyre, prandaj i keni votuar, ju keni gabu. Sepse ata janë kthy zyre, ata janë kthy në zyre, ata janë gjështru funksionet e ministrave. Jo që kemi qenë na për asgjë. Të publikut me vendimet të tyre. Kanë dhënë miliona euro me vendimet e tyre dhe ju keni thonë, na ju besojmë këtyre. Okej. Hajde të regom qyshe keni pas drejt. Po ti ke pas ata 4 vjetë në qeveri, 10 herë kanë shkel kushtetutën. Se ju i besu? Ti po thu. Se ju i besu? Po s'ju besu mëre. Qështë i besu t'ja dhat votën? Jo, nuk ju besu. Ne e njoftëm një fakt të cilin na e servoj komisioni për vendikim të mandateve. Ligjori ju pas ka bind juve, a? Jo bre, një zyrtar ligjor, po janë kam 5-6 veta, po ajo është pjesë të proces verbalit. Unë po besoj që ai vendim ka të bëj me interesin vetanak të secilit deputet. O s'ka lidhje. Secili mi marr paga. Absolutisht lidhje me pagat e deputetëve nuk ka. Nëse ka qenë që kjo motivi i vendimit, të lutëm zgjedhën edhe që të ngërç. Të dytë, edhe kalojeni, lejeni Albin Kurtin me ra, sepse nuk i ka votat. Zoti Hoxha, veç në qoftë se mundesh me mlan me e përfundu mendimin edhe une. Absolutisht nuk ka të baj me votat e deputetve. Ti po e shef që jemi në një proces që në gjdo moment po rrezikoj me shku në zgjedhje. Si kur tishin votat, ato pagat më falni të deputetve në pytje, ne ka ko që do e këshim votu zonjën Haxhiu. Mirë po jemi të bindun që nuk kemi nevoj me votu pa një marrëveshje politike. Dhe unë, personalisht, as njëherë nuk po më kujtohet që as njeri për juve i keni bon do njëherë presion lëvizjes vetëvendosje kur ajo kur njëherë në historinë e saj nuk e ka votu një kryetar të parlamentit në qoftë se nuk ka qenë pjesë e koalicionit. E vetëmja herë e ka votu Vjosa Osman, ka pas më ngërqe, ka pas në kohën e Kadri Veselit, i ki vetët e Albulina.